Zheri Kardinale vendosi të jetë pranë Milanit në ndeshjen më delikate të sezonit. Edhe pse prania e tij nuk ishte njoftuar zyrtarisht, pronari i klubit kishte lënë të kuptohej te njerëzit më të afërt se mund të ishte i pranishëm. Mëngjesin e së dielës, Kardinale u nis nga aeroporti i Lutonit dhe mbërriti me avion privat në Gjenov, rreth orës 10. Ai shkoi menjëherë në stadiumin Luigi Ferraris, ku takoi skuadrën dhe mbajti një fjalim të shkurtër në dhomat e zhveshjes. Mesazhi i tij ishte i qartë: "Jam pranë jush dhe besoj tek ju." Pasi vizitoi dhomën e zhveshjes, ai e ndoqi ndeshjen nga tribuna së bashku me drejtorin sportiv Iglitare. Nkunku dhe Atekame, dy lojtarë që shqiptari i mbështeti fuqimisht, ishin vendimtar për fitoren e Milanit 2-1. Pas përfundimit të ndeshjes, Kardinale zbriti për të përgëzuar skuadrën dhe trajnerin Massimiliano Allegri, duke mbyllur gjithçka me mesazhin: "Vazhdoni kështu." Një sinjal i qartë për ndeshjen e fundit ndaj Cagliarit, ku do të kërkohet edhe sforcoja e fundit për Championsin. Është një periudhë ndryshimesh të mëdha te Milan, megjithse do duhet të presim deri në fund të sezonit për zyrtarizimin e tyre. Ndërsa drejtori sportiv Iglitare është tashmë jashtë projektit, e ardhmja e pjesës tjetër të departamentit sportiv të kuqezinjve mbetet në ajër. Ndërsa presim të shohim se si do të përfundojë sezoni, Zheri Kardinale po punon për të identifikuar talente të reja të mundshme për të ardhmen e afërt. Gianluca Di Marzio.com raporton se një nga opsionet që po shqyrtohen për rolin e drejtorit të ri sportiv është një tjetër shqiptar, Viktor Bezhani, aktualisht drejtori i Toulouse-s, një tjetër klub i Redbird. Gjatë kohës së tij në klubin francez, drejtori shqiptar u dallua për punën e tij të shkëlqyer në zhvillimin dhe shitjen e talenteve, siç është J.D. Canvot te Crystal Palace për 23 milionë euro. Gjithsesi, çdo vendim përfundimtar do të duhet të presë deri në fund të sezonit.